bytysi KDTP, pra këtu e kemi në nisë shkruar është KDTP, 3,2%. Pra kemi një avantazh prej rreth 16% të kryetarit aktual, zotit Totaj, 46,1%. Vazhdojmë në komunën e Radhës. Në Pej, kryetari aktual, kandidati i LDK-s, 47,5%. Zoti Taulant Kelmendi nga Lëvizja Vetëvendosje 28,2%, zoti Ali Berisha nga AK-ja 16,5% dhe zonja Arta në Albanie PDK-s 7,6%. Pra kryetari Muhaxheri del se kësaj radhe, nëse konfirmohet ky rezultat, do të duhet ta pres balotazhin jo si herën e kaluar kur fitoi me të parën. Ka mbetur në 47,5%. Vazhdojmë me komunën tjetër. Në Gjakov, kryetari aktual, zoti Ardian Xhini,